Selamu alaikum të nderuar ndjekës të portaleve të Mexhlisit të Bashkisë Islame të Ulqinit. Ne vazhdojmë me projektin ton, ai është emisioni në Mexhlis, personalitetin e Mexhlis. Me do e mos të nderuar ndjekës të portaleve të Mexhlisit të Bashkisë Islame të Ulqinit. Ne vazhdojmë me emisionet tona dhe me do e mos musafiri ynë i dyti më i qelluari, ai është kryimami i Mexhlisit të Bashkisë Islame të Ulqinit, Hoxh Magjister Ali Ardje Bardhi. Mirë se na erdhët. Selamu alaikum. Wa alaikum salam. Edhe unë si fillim falenderoj Allahun xhaleshanuhu. Salavatet selamet mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, mi familjen e tij, mi ashabët e tij dhe me gjithë ata besimtarë që do ta ndjekin, do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Së herë edhe unë ju falenderoj juve edhe për gëzime për këtë emision dhe për këtë ide të mrekullueshme në këtë kohë të e vyeshme në këto të duhur. Një herët edhe shikuesve tuaj i uroj nga këtu. Selamu alaikum, paqja, mëshira e Madhit Zot qoftë mbi gjithë ata kudo që ndodhen, qoftë në vendin tonë, po qoftë edhe ata që i kemi në diasporë. Mendoj mos ne e di mirë, por për ndjekësit tanë ka dhe ato të cilët na ndjekin nga larg. Shkurtimisht ta njoftojmë se kush është kryimami i Mexhlisit ton, institucionit ton të Ulqinit. Hoxha Magjister Ali Bardhi ka përfunduar medresen apo shkollën e mesme fetare në Shkodër dhe pastaj fakultetin e shkencave islame në Istanbul, në Universitetin e Marmaras, me pas studimet magjistratur master shkencor. Po kështu në të njëjtin universitet, në degën e histori islame, magjistratura, pra, konkretisht më i fokusuar në këtë periudhën e fundit, pra periudhën otomane, si thonë, për vendin tonë gjatë kësaj periudhe më shumë të. Me do mos të nderuar ndjekës, do t'i cekim edhe disa gjëra, me do mos të rëndësishme për ne, për Mexhlisin ton, për komunitetin ton. Kryimami ynë jo vetëm se vetëm njihet si teolog, po njihet edhe si historian. Falë Zotit që ne kemi një begati të Zotit në shoqërinë tonë, që ne të kemi një njeri si kur ju. Falënderimi takon Zotit, por ne duhet të cekim dhe detalin se kryimami jon ka botuar disa libra dhe ishte fokusuar për një detaj shumë të rëndësishëm në shoqërinë tonë, ato janë epitafet apo shkrimet mbi varrezat tona muslimane, ku shumë nga ato të cilët dhe nuk e dinin se ku ndodhen varret e të parëve tyre, ne i njohëm apo arritëm të dimë përmes librave tuaj. Faleminderit shumë. Pyetja e parë, me do mos e rëndësishme dhe për t'i treguar ndjekës së tana, është që çfarë do të thotë për ju të jeni kryimami i Mexhlisit? Po, të jesh në këtë detyrë të hizmetit, do ta quaja, si gjithë imamet, edhe kryimami është një prej imamëve. Në fakt, është një detyrë e kahmoqshme, e hershme, pra që në gjenezën e islamit, roli i imamit natyrisht që ka qenë jo vetëm për të prirë në namaz apo për të adhan edhe hutben, por në të njëjtën mënyrë edhe për aktivitetet e tjera. Kështu që një prej imamëve është edhe kryimami, pra. Por natyrisht që duke qenë se si kryimam të lindin edhe disa përgjegjësi më të mëdha, ne të kaluaren nga një herë është kuptu si mufti, nga një herë si kryimam. Përpara kishim muftin. Përpara, por që të dyja këto tituj në një farë mënyre, domethënë janë angazhuar, janë marrë me jetën fetare të besimtarëve, duke koordinuar me punën me imamet, qoftë ajo, domethënë, në aspektin e imamit të xhamisë, hutbeve të ndryshme, gjitha këto domethënë ka koordinu. Natyrisht që më përpara, po ta shohim shumë më herët në periudhën osmane, por një mufti apo një kryimam ka zgjidhur edhe çështje ose ka dhënë edhe fetva në kohë të caktuar. Pra duhet të kuptojmë që nuk jemi edhe në të njëjtën kohë shumë, sepse edhe ndryshon edhe rrethonat, edhe roli që ka kryimami sot me përpara pak edhe ka ndryshuar,
pasi sot edhe kompetencat si ti jep që ti garanton Kushtetuta e Bashkisë Islame. Domethënë Kushtetuta e Bashkisë Islame ti jep disa detyrime, por në këto nuk të përfshin ty që të i obliguar që ti japësh ti fetva, pasi është një organ më qendror, domethënë i cili i jep pra siç e parasheh këshilli fetar siç e ka Bashkia Islame. Po, që është ai domethënë kur ka ndonjë situatë, ai jep fetva domethënë për këtë rast. Në një farë mënyrë kryemami është si thosh gati zbatues i tyne fetvave dhe i asaj tradite dhe asaj aty rregulle që ka deri sot. Do të thotë shikon mbarvajtjen e punëve të tyne, domethënë punëve të imamëve, hatibëve, punën e mësimbesimit, aktivitete të ndryshme fetare që përfshihen, duke përfshirë edhe natyrisht edhe gjininë feminore, parësi ne nuk kemi një departament të gruas në nivel, domethënë të mezhlisit, por sepse të gjitha rregullohen mbi bazën e kushtetutës pra që janë, edhe në qoftë se ka ndonjë aktivitet duhet koordinohen me patjetër domethënë me institucionin që është i kryemamit. Natyrisht që roli i kryemamit nuk është vetëm ky, është në shoqëni edhe për të, domethënë përveç saj është edhe për të balancuar për të rregullu marrëvajtjen e punëve të imamëve, domethënë për të rregullu aspektin domethënë të imamëve me njëri tjetrin, natyrisht me aktivitetet e tyre që ata punojnë, dhe përveç saj lind edhe nevoja edhe e jashtme, sidomos kontakte të ndryshme. Po përveç saj, domethënë ai i ka marrëvajtjet edhe domethënë që duhet i ketë me patjetër me kryetarin e këshillit, dhe kryetari i këshillit natyrisht është këshilli që përfaqëson popullin, sepse kryemami sipas kushtetutës tonë emërohet, pra nuk zgjidhet me zgjidhje me vota me kështu, por ai emërohet, pra është me automatizëm është detyrë e kështu, kurse kryetari është i zgjidhet nga populli. Pra është një sistem i cili është ndërtuar domethënë në formën që disa udhëzime që i jep, domethënë që ka në vëzhgim institucioni pra qendra bazë, ata kryhen nëpërmjet kryemamit me imam duke ja përcjell, domethënë edhe këshillit me të velive, domethënë të xhamive. Edhe në ana sjellës domethënë duhet të jetë bashkëpunimi i ndërsjellët me patjetër për të mujt me ecë aktivitetet e tilla. Por përveç saj që thash ka edhe jetën e përditshme, domethënë angazhimi i tij sidomos në jetën sociale, shoqërore, në komunitet. Kur është nevoja edhe politike, po jo në kuptimin e mirëfillt politik, duke bërë politik, po kur është nevoja edhe për interesin e besimtarëve, interesin e institucionit, pra ai duhet zgjidhet domethënë edhe në ato raste kur është me nevojë që pa u keq kuptuar normalisht, pa u fut në gjëra të tjera. Përveç saj shikon domethënë aktivitetet kulturore, shoqërore që janë mezhlis në kuadër, jo vetëm mezhlisit, por në kuadër edhe të komunës ku ai domethënë vepron. Sheh botime të ndryshme, aktivitete të ndryshme, kush si çka, domethënë në kuptimin e mirë të fjalës. I kyçur në komunitet. I kyçur pra në jetën shoqërore, kulturore, fetare, duke marrë pjesë edhe në konferenca të ndryshme, konferenca shkencore të ndryshme, qoftë në vend kur është me aktivitetet kur të jenë përbashkëta që e don nevoja domethënë me aktivitetet e komuniteteve fetare, që ne i kemi të komunitetin katolik dhe ortodoks domethënë. Edhe me ta duhet të jetë domethënë bashkëpunimi, sepse gjithë jetojmë në këtë vend dhe duhet me patjetër që ne të kemi marrëdhëniet e mira. Pra është fush e gjerë e mundësive për të vepruar. Pra jo vetëm në aspektin e ngushtë, kur do thoja vetëm si imam dhe si hatib, por janë edhe aktivitete të tjera shoqërore të cilat vazhdimisht në një farë mënyrë duhet më u gjetë. Me të mos shumë detale të rëndësishme që ndoshta ne nuk i kemi dëgjuar deri tani. Me të mos Ulqini ka një traditë të madhe fetare, të gjatë, ku ne e dini mirë se shumë nga ato hafizler apo mbartësit të Koranit apo dhe muftiler dhe kadiler bani një histori të madhe të bujshme të Ulqinit.
Medomos e di mirë se rëndësia e kryimamit ka mbetur deri tani dhe falë Zotit do të mbes. Por për ato të cilët nuk e din, fetva do të thot një konkludim fetar të cilën e jep një njeri I cili ka kompetencë për atë punë, dhe medomos kryimami I mbledh bashkë atë mexhlisin ulemas që ishte përpara, apo ndeja një për këtë bukval ndeja e dietarëve, ndeja e hoxhallarëve, dhe medomos roli siç e keni përmendur, roli I kryimamit është që ti bashkoj hoxhallarët. Medomos ju morët një amanet të madh, amanetit që të jeni në krye të mexhlisit të Bashkisë Islame të Ulqinit. Po ky është nga aspekti tjetër, domethënë ky është një privilegj I madh që Zoti ta ka dhënë. Këtë mundësi njeriu mund ta kërkojnë edhe mund mos të vinë, por nganjëherë kur vjen kjo detyrë, domethënë është, si më thënë, I hap dyert ku njeriu mund të marrë këtë përgjegjësi. Është fat I madh, njëherë privilegj, por njëherë edhe përgjegjësi, sepse amanet I madh, domethënë që është përgjegjësi shumë e madhe. Domethënë gjithë në një farë mënyrë ka mangësi, ka të meta, por ajo që duhet përmbajnë, domethënë qoftë edhe kryimami, por edhe imami, duhet të jetë duhet përmbajnë në veten e tij, natyrisht duhet përmbajnë besimin për atë çka ka marrë, domethënë edhe besimin në Zot, edhe për atë rrugë që e përcjell. Natyrisht duhet të ketë një farë dijet që I përshtatet edhe rrethanave dhe kohës, sepse më përpara, për shembull, ne shohim tu në arkivet e imamëve të hershëm, për shembull, si Kadiu Ulqinit, ku kam pas fatin ta analizoj bibliotekën e tij dhe kemi pas një herë para disa viteve një mramje kushtuar atij, edhe librave të tij, për shembull, aty ka libra që përfshihen, domethënë që kanë qenë për kohën e vet, ndërsa sot në një farë mënyrë nuk janë nuk janë aktive, nuk kanë ndoshta edhe koha pasi jena në një situatë të re, domethënë, edhe rrethanat që jemi sot ne më shumtit e kërkon që besimtari të jetë pra ta jetoj jetën e tij si besimtar dhe si të gjendet ai në jetën e tij në familje dhe në shoqëni, domethënë, si edhe të krijojë raporte, domethënë, në shoqëni, por një anë tjetër edhe me komunitetet e tjera fetare, ku do të jetë një besimtar me një besimtar të një fesë tjetër, apo ku ndërthurën edhe kombet ndërmjet këtu, domethënë gjitha këto punë domethënë duhet t'i njoh mirë pra imami. Pra, nëse më përpara ka qenë që imami duhet jetë me patjetër faki, sot imami, domethënë përveç asaj që ka, domethënë ilahiatin ose teologjinë, sot imami duhet njoh edhe rrethana, duhet njoh shumë mirë sociologjinë, duhet njoh shumë mirë në historinë e vendit të tij të kaluam, sepse në bazë të asaj ato tana trashëgohen, tana ato përcillen brez pas brezi. Dhe kur ato nuk njihen ato hallka, ato zinxhir kputen, atëherë mund të japin njeriu mendime të gabuara, mund të japin mendime të gabuara, mendime që bijnë ndoshta ters me situatën dhe mund të krijojnë edhe të një çdo gjë kërkon urtësinë vet. Pra, domethënë duhet të jetë edhe urtësinë që e përmendët, do ta ketë këtë, edhe atë mundësinë dhe kapacitetin për të ruajtur harmoninë e besimtarëve në qytet. Pra, atë pjesën e vet. Kjo duhet të jetë, si më thon, roli primar I kryimamit, por edhe imamit. Dhe imamit. Medomos ne do të përmendim, ne do të mundohemi që kohën e juaj ta marrim për atë më së shumti për atë jetën fetare. Si e shihni ju gjendjen fetare dhe morale të shoqërisë sonë? Po, në qoftë se e shohim me të kalumen, natyrisht që thamë më përpara, natyrisht me këtë fluks jetet, me këtë hyrjen, shpejtësinë edhe globalizmi, teknologjia, I cili ka parafru njerëzit, ka parafru një cep bocë me njëri me një cep bocë tjetër. Natyrisht që informacioni është edhe shumë më I shpejt, edhe graviton shumë më shpejt, dhe kjo nganjëherë domethënë ndikon pozitiv, por nganjëherë mund të ndikojnë edhe negativ në një situatë derisa kuptohet apo hiqet ai keq kuptim. Kështu që në këtë situatë pra jeta do të thoja e besimtarëve këtu, domethënë ose besimi I besimtarëve në vendin tonë
e shtrujt një traditë, mund të them, pa marrë parasysh se si e tek, sepse si thash më përpara koha ka ndiku, teknika të ndryshme kanë ndiku, informacioni ka ndiku, jo vetëm këto ndryshime të shpejta. Ndryshime të shpejta, por kanë ndiku edhe në vendet nga ku ka lind Islami, domethënë ka shumë si thosh edhe nganjëherë kuptimin e mirë, por edhe përplasje nganjëherë. Mentaliteteve tjetër negative. Kështu që në këtë aspekt ajo që do veçoja unë që është domethënë përveç frekuentimi apo përkushtimi i besimtarëve në kushtet e Islamit që janë themelore të tija, duke përfshi namazin, duke përfshi haxhin, duke përfshi ata që kanë mundësi normalisht zakatin, të dy lidhen si rezultat edhe i mundësive, kushteve. Por agjerimit ne shohim për shembull gjatë muajit të madhëshëm të Ramazanit që pjesë e madhe dërmuese e popullsisë agjeron. Pjesë e madhe e popullsisë i frekuenton xhamin, sidomos në namazin e teravis, ani pse namazi i teravis është një sunet i fortë do të thoja, por që në krahasim me namazet e tjera të ditës. Por domethënë është një praktik e cila në një farë mënyrë edhe qofse do ta thoja ashtu sezonale, atë përsëri ajo në kupton që besimtarët tanë domethënë janë në një farë mënyrë praktikues modest të besimit. Por ajo që domethënë tjetra që është shumë më e rëndësishme është ky rrafshi moral që ndërlidhet në sferën horizontale të shoqënisë. Mendoj që po ta shohim dhe të krahasojmë me vende të tjera, qyteti i Ulqinit me natyrisht me rrethina, ka familje më të shnoshtë në krahasim me vende të tjera. Ani pse nga një rast dëgjojmë edhe raste absurde. Domethënë rastet absurde gjithmonë janë dëgjuar, domethënë jo vetëm tek, por janë dëgjuar edhe në kohë të pejgamberit alayhis salam. Edhe ata do të jenë, por ti nuk mund ta përgjithësos me një rast që është lokal aty që ka ndodhur një rast, sepse mund të ndodhë në çdo kujt. Por ajo që duhet shikojë të përgjithshme, domethënë nga ana e moralit, janë shumë më mirë në këtë drejtim, do të thoja. Jo që vjen si rezultat, jo që vjen si rezultat ndoshta 100% i imamëve, nuk është asgjë, po është edhe një tradicion që është ngulit qysh më herët, qysh të imamët më përpara, sepse kjo nuk vjen për një momenti, domethënë ajo trashëgohet imam, domethënë që puna aty në ndoshta shihet sot, puna jon do të shihet mas një kohë tjetër apo edhe kështu më radh. Por nuk mund të them domethënë si disa që janë kështu pesimista dhe shohin vetëm anën negative. Vetëm anën negative edhe çdo gjë ka përfunduar edhe të tjera. Natyrisht që thash më përpara në situata në të cilat gjendemi në këtë aktivitet dhe shpejtësi të madhe që ndodh, natyrisht preket çdo kush, edhe ka do të ketë edhe dëmtime në disa raste sociale, shoqërore, po duke prek edhe familjet, por roli si imam është që përtej xhamis, sepse shumë aktivitetet eshti me përpara dikur qendër ka qenë xhamia. Dhe po ta shihni për shembull dhe lagjet e qytetit, jo vetëm qyteti i Ulqinit, lagjet e reja, përveç kalajet, por edhe qytetet e tjera, qyteti i Prizrenit, qyteti i Shkodrës, pjesa e re, gjithmonë kanë në qendër të lagjes, pra ka ekzistuar xhamia. Ku prej aty kanë filluar çdo gjë, aktivitete të ndryshme shoqërore, duke i dhënë informacione vendit për punë aktive sociale shoqërore etj. Ndërsa sot nuk është më, domethënë ka dalë kjo, nuk ka atë funksion xhamia siç e ka pas dikur, si ka pas 9 funksione, thonë dietarët ulemaja, ka pas 9 funksione xhamia dikur. Tash ndoshta i ka ra 1-2 funksione ka për shembull. Çfarë domethënë ka funksionin e ligjërimit dhe ibadetit, funksionin e mësim mektebit, domethënë edhe aktivitetet fetare dhe mund të thosh një bashkim i vllazënor shoqënor, po aspekte të tjera domethënë nuk i ka. Atëherë domethënë këto aktivitete të tjera që dikur i kanë kry imamët bashkë me aktivistët fetar, besimtarët, domethënë si i kanë kry ata, i kanë kry më përpara nëpërmjet xhamiet, ndërsa sot ata nuk janë. Atëherë domethënë lind nevoja që për të dalë shoqënisë në ndihmë, domethënë duhet dilet edhe jashta xhamiet, pra. Me aktivitetet ndryshme që janë humanitare. Ne elhamdulillah, domethënë është edhe pjesë humanitare, bereqeti që
që ka një punë gjatë, domethënë që është mundu, domethënë i ka evidentu, nuk do të flasë, do të keni rastin që ta keni kryetarin e saj në emisionin e që ndoshta do të keni rastin që të flisni për këtë. Por është një gjë shumë e bardhë. Përveç saj, domethënë janë edhe aktivitete të tjera që thashën shoqërore, duke marrë pjesë në një simpozium, në një konferencë kur bëhet në vend, në një aktivitet që mund të organizojë komuna, në një aktivitet që mund të organizojë në një organizat, një OJC për shembull. Dhe gjitha këto në këtë mënyrë domethënë të gjimët e imamit. Përveç saj, kohë të fundit është një nevojshme dhe tash po del si nevojë, domethënë këto që janë me varësi të ndryshme si droga, narkotike apo alkooli edhe këto komari, lojnat e miqosit edhe këto. Probleme psiqike të tjera. Sa kështu, domethënë për shembull, pa marrë shembull, si Turqia për shembull i ka këto më shumëtit, i ka shumë aktivitete të cilat janë programuar për njerëzve që i njohin të punë, si psikolog, sociolog, të përfshijnë bashkarisht, bajnë duke përfshirë edhe imamët në këto aktivitete, ku të marrin pjesë për shembull për parandalimin e këtyne gjanave, këtyne dukurive negative. Kështu që edhe këtu të ne domethënë do të jetë një gjë e tillë, sepse edhe tash kemi pas një bisedë me një organizues që bën këto punë, edhe mendohet që të bëhet një organizim inshallah në të ardhmen ku të kyçen edhe imamët në këtë formacion, në mënyrë që edhe imamet mos jetë më të roli që të jetë në xhami, po një herë tjetër edhe roli homan. Do të shtojë edhe gjë tjetër, për shembull në për Evropë, por në njëjtë mënyrë edhe ndjek edhe Turqia që e njoh më mirë, në për spitale kanë filluar që të shkojnë imamet. Pra se ka momente kur në spital jo në kuptimin e thjesht për t'i bën një hemali apo kështu, apo për t'i bën një që të ketë një komunikim, një rrugë apo gjënash, por të ketë një lloj komunikimit i cili ta nxjerrat nga ato kthetrat apo nga ato problemet që e kanë kap në jetën e tij, që nga një herë mund ta zgjidhin imami nëpërmjet se psikologu mund ta zgjidhin një gjatë tillë. Por imami nëse ka edhe këtë anën e psikologut që duhet ta ketë, edhe anën shpirtërore, nga Zoti mund t'i bajnë shumë dobi atij. Dhe kjo është e provuar shumë. Kam pas takim me një imam që është personal që ka qenë të me detyrën malzi, dhe tani ishte në një spital të madh në Istanbul, edhe ai kishte rolin e tij, domethënë ku e shishin mjek që ka nevojë për ndërhyrjen e imamit, jo vetëm psikologut, po edhe imamit, atëherë imami në ndërhyrte për t'i dhënë zgjidhje atij, sepse ai mund binë depresione të ndryshme, mund binë gjëra të ndryshme, mund binë mohim si rezultati i problemeve që e kanë kap. Edhe këta domethënë duhet të jetë imami në kuptimin jo vetëm se kur themi imam në kuptimin se ai që ka në xhami detyrë normalisht, po imam që bën edhe këto punë tjera, domethënë që vjen nga rradhët e imamëve, se siç e thonë që me dal imamit është edhe me i kry tana të punë, se s'mrrin kurrë, atë domethënë, por ideja është që edhe duhet të ketë edhe kësaj fushë që janë imam, të cilët do të merren ndoshta edhe me këto fushat në vijim, që kanë filluar më marr. Se Evropa për shembull, si thash më përpara, ka shumë priftërinj të cilët janë në përkisha, të cilët ju dalin ndihmë, duke i kaluar ato momente, sepse mund të jetë një çast, një moment që aty i nevojitet ndoshta, si më thon dora hoxh, dora imamit, dora dikujt që e njeh besimin. Dhe ndoshta te i kalon atë pa ndonjë krizë. Me të mos kemi hapur shumë tema, me të mos kemi arritur që ta ngrisim dhe ta përhapim rolin e imamit në shoqëri. Me të mos do ta ndajmë me ndjekësit tanë se cilat janë ato temat më të ndjeshme, më të përfolura në ligjëratat javore të juaja, të hoxhallarëve të juaj, të hoxhallarëve tanë në mexhlisin tonë. Cilat ju do ndani si tema më të ndjeshme? Temat natyrisht, temat më të ndjeshme përveç atyre që përfshihen në ibadet, domethënë në rrafshin e adhurimit, natyrisht që temat shoqërore, sidomos kur ndërlidhen me ndonjë ngjarje,
me ndonjë ngjarje apo me ndonjë aktive fenomen, domethënë janë shumë më të ndihshme. Domethënë edhe janë më të ndihshme si rastet që kanë ndodhur, por janë edhe të ndihshme edhe për atë i cili do me fol për të. Sepse është shumë vështirë edhe sidomos në këtë periudhë dhe t'i japësh mend dikujt. Do të thoya ashtu se është shumë e vështirë. Me shumë pollore ti shitesh mend dikujt. Ti shitesh mend dikujt, shumë vështirë edhe duhet me ditë domethënë njëri gjithmonë vedin se ku dhe sa duhet me fol në këtë drejtim. Por edhe kur do na më dhon është e mirë edhe nëse nuk jeni të direkshëm, është e mirë me dhon shembull nga jeta e pejgamberit alayhis salatu wasalam, nga jeta e sahabëve, e tabiinëve, por edhe aty në gjeneratave që janë më përpara ndoshta që nuk ka pas ndonjë rast në kohë të pejgamberit apo në kohë të sahabëve, por që jeta situata i ka bën që ata janë si i themi na praktika gjyqësore i qunë kjo shkenca e drejtësisë kur janë raste të caktuara kur e marr për referencë një praktikë gjyqësore. Tash edhe ne në këtë raste domethënë nga jeta e kaluar me marr shembuj me të cilat domethënë duhet të përçohet mesazhi. Unë gjithmonë edhe kur flas në hutbe, sa herë që flas një herë e vën sepse mund të thojnë dikush një xhamat se imami fletësh të fol për mua, për shembull një rast mund sepse temat janë të atill, mund të janë, por nuk e ka imami për të. Imami flet i ka rradha, flet përgjithshëm që i ka temat. Por imami on për shembull për veti, sa herë që flas un e vën në raport me atë çka tham, e vën në raport të veten ku jam me të. Sa sepse njerëz jemi, se pari drejtohesh vetes. Dhe duhet më drejto vetes, dhe nuk duhet më marr njerëzit sikur të ti po ju shet mend aty ne. Po i shet mend edhe vetet në kuptimin, po i flet edhe për vetet tonë. Prandaj domethënë duhet kjo që mas më kesh kuptu. Natyrisht, sidomos këtë periudhën e fundit, që nuk do të hyjnë, se nuk na takon si më thonë tash politik me hyjme të periudhat e fundit që kanë ndodhur në lindjen e mesme si raste të ndihshme, si për shembull rasti i Gazës, rasti i Palestinës, domethënë që janë aty, raste të ndryshme që ne i kemi ndëgjuar, domethënë që janë ndihmshme dhe që prekin i vetëm çdo besimtar, por çdo njeri. Atëherë janë tema shumë ndihmshme, janë tema që është i fjalët janë mangta për me fol. Atëherë edhe kur flitet, ato janë rrethana politike të caktuara, se cilat momente mund të ndryshojnë, mund të jenë për këtë gjë për atë gjë, apo rastet kur ishte lufta në Siri, domethënë ajo është një kontribut do të thoya i madh i hoxhallarëve, i besimtarëve tan, për shembull që na përfshin ato luftat të cilat në fund nuk dihet se çka kanë nxjerr. Domethënë nuk e pa kuptimta, sepse na kena vende të përreth të cilat kanë shkurinia aty në janë djeg do të thoya aty, domethënë shumë domethënë janë vanu. Tu alhamdulillah to nuk e ka vetëm rolin hoxha, imami, edhin, po e ka rolin krejt ndoshta edhe shoqënia që i ka hap më shumë momentet, sepse na do të thoya se duke kaluar ato situata shumë të rënda gjatë shekujve, sidomos gjatë 150 viteve të fundit, mendoj që ne na të mësuam se si duhet sillna. Kena krijuar reflekse të veta si na duhet mos sjell në momente të caktuara. Kjo domethënë mendoj për rrethin ton të Tulçinit, por edhe me gjerë këtij varë dhe Podgorisë të vendet që janë që kanë përjetuar pak a shumë gati të njëjtat gjëra, si më thon. Dhe janë, si më thon, më të përmbajtur në raste të caktuara dhe nuk janë, si më thon, të parë të cilët i nguten, si më thon, edhe për më lidh to ishte një periudhë shumë e vështirë. Të cilët si da me fol, si da me ashtu, domethënë ty njerëzit vazhdimisht i kanë xhamat që pyesin, që dvesin, domethënë kur ai drejtohet hoxha si mundet me ditë hoxha më shumë se një për shembull se një dikush që është bërë fush politik si marr shumë vesh më mirë. Do të thotë domethënë jo gjithçka më e kërku prej hoxhët në situatat e sotme. Sepse nuk është vetëm nuk mund të jetë hoxha ai i cili i din politika, sepse ai ka një detyrë të caktuar, është imam i caktuar, ka atë vasin e caktuar i cili i drejtohet xhamatit vet, i komunitetit vet. Edhe ndryshojnë rrethanat, domethënë ti nuk mund të jetë mëse një vend tjetër ka krejt kuptim tjetër për një gjë, një vend tjetër mund të ketë një çështje tjetër për një gjë, por si thash më përpara, këto janë periudha shumë të vështira, me të cilat nganjëherë ndoshta është dashur të heshtje, më mirë se me fol. Për shembull,
nga njëherë heshtja është shumë më mirë se me reagu, sepse reagimi sido që tjetë mund tjetë i ndryshëm, mund tjetë i gabum, mund tjetë, sepse ne nuk kena shumë informata për gjërat që ndodhin. Sidomos në këto vitet e fundit, 10 vitet e fundit, ndoshta edhe këto 2 vitet e fundit tash janë edhe shumë më të shpejta, të cilat është vështirë edhe me ndjek. Atëherë domethënë duhet me qenë përmbajtur, domethënë në këtë drejtim, por që xhamati njerëzit dojnë zgjidhje. Atëherë duhet me eduku xhamatin edhe në këtë drejtim, që duhet me ditë deri ku me kërku prej hoç llogaria apo domethënë deri ku me marrin informatën prej tij, ose sa mundet një imam me dhanë informata të tillë, sepse si thash më përpara është e vështirë shumë. Kur e keni prekur temën e edukimit, edukatës, me do mos Mejlisi Islamet të Ulqinit është i begat, dhe një nga begatit e tia apo pasurit e tia është fëmijëri apo fëmijët mektebi dhe kopshti i fëmijëve të Zidonja. Elhamdulillah. Pa, si do na tregoni ju domethënien e tyre, vlerën e tyre, rëndësinë. Nëse do të ketë, do të thoja, një aktivitet më të rëndësishëm pas xhamis, hutbes edhe namazit, e dyta që do ta rendisja ishte një kë. Domthonë mësimi i fëmijëve. Elhamdulillah, domethënë na gjithmonë imamët, si më thon, shumicë dërmuese e kryen me ktebin. Si thash më përpara, gjatë kësaj periudhe, domethënë ka pas edhe lëvizje të popullsisë nga një vend, sidomos në pjesët rurale, në pjesën e qytetit, dhe ka ndodhur për një pjesë ku nuk kanë mujt me frekuentu këto vitet e fundit, me frekuentu mektep, janë pjesat që janë rurale, dhe ti ke 3 numri, si më thon, i nxënësve të mektepit. Por elhamdulillah në qytet, sidomos që ka aktivitet shumë të mirë, që domethënë ti veçoja, domethënë xhamin e Pinjeshit që ka aktivitete shumë të mira, qoftë aty imami, mualimet që janë aty gjithë, domethënë bën një punë të mrekullueshme, sepse është një moment që fëmijëve ju kalon e mosha, domethënë nëse ti nuk e ke dhënë ta zamna deri në moshën 7-8 vjeç, 8 vjeç, 9 vjeç, ai nuk vjen më në shkollë mesme. Është rrallë mendoj, rrallohet shumë domethënë, edhe ato njerëz të cilët se ne i shohim për shembull, njerëz të cilët frekuentojnë xhamin që janë nga periudha e Jugosllavisë, të cilët nuk kanë bën mektep, nuk kanë bën mësim, dhe shohim që kanë ato, po, kanë ato mungesat e veta, ani pse edhe falën edhe të tjera. Domethënë njëti ajo te Zoti është diçka tjetër, por e kam fjalën për me ditë disa gjëra, domethënë është si rezultati bazamenti i mungesës së mektepit. Se në mektep i merr fëmia, i nguliten disa gjëra, domethënë përveç anës shpirtërore i ibadetit, i nguliten edhe disa gjëra të tjera, morali, domethënë njëshmënia për njëri tjetrin, vetëdia për shoqëri. Vetëdia, gjitha këto domethënë ai i mëson. Aq më shumë normalisht edhe në çerdhe, në fushnjore, që është një gjë e tillë, për shembull, që bëhet një punë e madhe me gjithë ata nxënësa. Do thoya që ka është puna më kryesore, do thoya as në ditët e sotme, po themi, përveç se është një tash aktiviteti edhe më gjan, domethënë, por këto që janë që kanë me met, domethënë të janë 2 pikat kryesore të cilat janë shumë me rëndësi. Kemi prekur shumë pika, shumë tema, kemi hapur, por një nga ato të cilat me do mos do t'i ndërlidhim atë historinë, rolin e imamit, kryimamit, teknologjinë, shpejtësinë e kohës, modernitetin, rinin, dhe ajo do të ishte ndoshta ëmbëlsira të gjithë këtij muhabeti apo të gjithë këtij podcasti, do të ishte edukata fetare në familje. Sa është ajo e rëndësishme sot? Po, edukatën në familje do të nisja prej një fjale të pejgamberit alayhis salam, i cili thoshte se edukoje fëmijën 20 vjet para se të lindë. Çfarë kupton kjo? Që familja duhet të edukojë spari herë veten, edhe pastaj domethënë ato që kanë me lind, fëmijët që kanë me lind. Prandaj duhet të përkushtohemi në këtë mënyrë që ta edukojmë veten së pari. Ta edukojmë veten tonë, familjet tonë, edhe më pas për ato brezat që vinë, domethënë fëmijët, qofshin ato djem apo vajza. Kjo ka një gjë shumë
me rëndësi, pasi familja është bërthama, është një shoqëni. Dhe rregullimi i familjes, që është një pikë në pikat kryesore, që pat mirë që u kyçet në këtë aspekt, në ndërlidhje, është një ndër pikat më kryesore për ruajtjen e shoqënisë. Sepse çdo njeri prej nesh, nëse kemi familje të shëndoshta, familje të cilat jetojnë këtë kohë dhe pa marrë parasysh ato të mirat që vinë, domethënë, por edhe në raste të caktuara kur mund të vinë një e keqe, familja nëse arrin që fëmijët e vet të shpëtojë ato nga shumë gjëra të tjera të cilat do t'i vinë shoqënisë në vitet në vijim, siç njohim, për aktivitete të ndryshme, për shembull për rastet e gjenive, ty në tjerave që jeni të informuar, apo gjithë janë të informuar, për gjithë ato, domethënë, roli i imamit do të jetë edhe në këtë fushë, mësënej, domethënë që do të përfshihet për ruajtjen e familjes, ruajtjen e saj. Jo në kuptimin e ruajtjes, sepse neve na keq kuptojnë nga një herë se na keq kuptojnë to edhe në raste të caktuara kur dalin në media njerëzit edhe kur flitet për familjen ato kuptojnë që me rujt në nështrimin ndaj grus, sepse ashtu perceptojnë ata islamin, domethënë. Thosë se është i burri duhet, domethënë, që me shtrëngu në një farë mënyrë bashkëshorten e vet, kuptimin, edhe duke bën këtë manovrim, to kena hallin na me rujt familjen. Nuk është kjo vetëm pika, domethënë, nuk është kjo çështje, domethënë, sepse ato, domethënë, ligjet që janë të afruar, gjithë ato çojnë një barazi, por roli i njëri gjithë cilit dihet, ne kena në tradicionin tonë, kena në besimin tonë gjithë cili ka rolin e vet, pa në nshmujen e tjetrin në familje, burri dhe gruaja dhe njëri tjetrin. Edhe sigurinë që duhet të kenë masënej edhe fëmija për t'i mbrojt ato nga çdo gjë e cila mund të vinë. Pra këtu do të jetë edhe roli i teologëve, hoxhallarëve, imamëve, me të cilët do të përballen në të ardhmen me këto sfidat e reja, sepse gjithë ato kanë marrë si drejta, domethënë, dhe njerëzit kanë me vepru gjithë cili si don, por ajo që është e jona është që ne duhet bëjmë punën tonë, sepse këto gjëra veç po vinë dhe po hynë në vendin, edhe në vendin tonë, domethënë, siç kanë hyrë në shumë vende të tjera të Evropës. Me të mos koha ka limitin e vetë, me të mos më beti janë të ishte dhe më ëmbël, po të zgjatë me tepe, por cilët do të ishte mesazhe po këshilla juaj për ndjekësit dhe besimtarët tanë? Po të po them si atë në fillim, shqirë me dhamë këshilla, kështu. Por mendoj që gjithë njerëzit tanë ti përkushtohen asaj çka është, domethënë, tradita, që tradita në vetvete përfshin besimin edhe atë adetet e veta që i kanë pas njerëzit në kalumen, nga kalumen dhe ditët e sotme, të ruhen ato, të ruajmë besimin ton, fen ton, të ruajmë po kështu kombin ton, gjithë cili besimtar sipas përkatësisë vetë edhe të kombëtare. Mundohen që sa më shumë të zbatojnë ato urnat e Allahu xhaleshanuhu, se në fundit jeta është e shkurtë, dhe çdo njeri e kalon në dur, si thotë jeta. Ajo që është e përhershme, ajo që është baki, është normalisht jeta e amshushme, prandaj njerëzit jo vetëm që duhet të mundojnë për te, por një herët edhe duhet punojnë edhe për këtë jetë, për marrëvajtjen e punëve, lidhjeve shoqënore, afrimitetit që duhet të kenë me njëri tjetrin, kujdesi për njëri tjetrin, gjitha këto domethënë duhet na shoqërojnë jetën tonë përditshme. Mundohemi sa më shumë që të edukojmë fëmijët, të sjallim në xhami, të shkollojmë ata edhe kështu me radhë, domethënë nëse do të mbolohen të zila hallkat e shoqënisë të përmbyllen ato atëherë, ne patjetër që do të kena suksesin e madh. Dhe suksesi domethënë vjen për çdo njerin mandej.
nëse dikush mund përballet me një diçka ose diçka tjetër nesër mund përballet dikush tjetër. Dhe gjithmonë duhet ta shohim si fenomen për ta ndrejtë, për të punu, për ta ndrejtë atë. Lusim Allahun fuqi plot që t'ju begatoj me të mirët e tia, së pari që pranua që të jeni prezent në emisionin tonë në Mejlis, dhe lusim Allahun fuqi plot që të kemi dobi nga kjo bisedë, nga bisedë e këndshme. Amin. Ne do të mundem. Amin. Allah inshallah na dhash të gjithëve shëndet, mbarësi. Allahu xhaleshano na dhash të fuqi që të përballojmë çdo sfidë, çdo moment, çdo fatkeqësi që mund na vinë, ta japim Zoti Allahu xhaleshano inshallah të mira begatin të jetë dhe në fund jetën e mëshueshme inshallah gjithë. Ta përjetojmë gjatë. Edhe inshallah edhe që po vjen edhe muaj i bekorit në Ramazanit inshallah ta presim gjithë se ndoshë mirë dhe kudo që ndodhen Allahu xhaleshanu t'ia pranojë lutjet edhe ibadetet e tyre. Amin. Allahu rujt, Allahu i dashur. Ne do mundohemi inshallah që t'ju thrasim prap që ne të kemi një bisedë të këndshme. Të nderuar ndjekës të portalit të Mejlisit të Bashkisë Islame, ne vazhdojmë misionet tona në Mejlis. Lutim Allahun fuqi plot që t'i begatojmë të mirët e tij. Shikohemi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.